Kryetari i Nismës Fatmir Limaj në emisionin frontal ka zbuluar se mund të ketë një qeveri midis partisë së tij, PDK-s dhe LDK-s. Ai ka thënë se dy partitë e mëdha, duke ju referuar PDK-s dhe LDK-s, të cilat dolën e dyta dhe e treta pas vetëvendosjes në zgjedhjet e nënshkurtit, e kanë sipas tij mundësinë që të bëhen bashkë për një alternativë ndryshe për Kosovën. Limaj shtoi se edhe Nisma është e gatshme që të bashkëpunojë me ta për këtë qeveri. Qytetari nuk mjaftohet me thënë po vi me një alternativë ndryshe. Ai don me pa veprime ndryshe, apo e bashkon këtë zë opozitar që duan një qeveri ndryshe, çka po ban ti me veprime konkrete, me afru këtë boshtë ose këtë ekip. Prandaj dy partitë e mëdha e kanë këtë mundësi. Atyre po ju flas, atyre që duan një qeveri ndryshe për me vazhdu njëjtë, e kanë LVV-n qytetarët, tha Limaj. Nisma është e gatshme sipas tij me dhënë kontributin e vet për bashkimin e kësaj vote për një alternativë ndryshe, siç e quan ai. Ama unë duhet me i pa, a ka një hap serioz, konkret drejt krijimit të një alternative ndryshe, theksoi Limaj. Nisma është e gatshme me dëgju nëse ka një projekt serioz. Nëse krijohet ky projekt serioz ku qytetarët me pasi mundësi reale, aty ku është Nisma, është kryeministri i ardhshëm i Kosovës, theksoi Limaj. Të hënën u takuan kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku dhe ai i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj. Takimi i tyre i realizuar në një nga lokalet e Prishtinës nuk u konsiderua i rëndësishëm për t'i njoftuar mediat se çfarë u diskutua. Asnjëri nga ta nuk dha detaje pas përfundimit të takimit, ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku deklaroi se nëse do të kishin dashur të raportonin për përmbajtjen e bisedës, atëherë do të kishin ftuar edhe mediat. Me pas dosht, ju me ditë ju këshëm thirë mrena takem. Faleminderit shumë. Megjithatë, takimi nuk kaloi pa reagime. Në rrjetet sociale dhe qarqet politike janë shfaqur zëra se në këtë takim është biseduar për mundësinë e një bashkëpunimi apo koalicioni ndërmjet LDK-s dhe Nismës në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sipas këtyre reagimeve, qëllimi i një marrëveshje të tillë do të ishte forcimi i LDK-s për t'u renditur si partia e dytë në nivel vendi përpara PDK-s. Për këto raportime ka folur në një prononcim për gazetën Potasot analisti politik Blerim Burjani, i cili vlerëson se mund të ketë aludime dhe tentativa për ta interpretuar takimin në këtë mënyrë, por që në realitet gjasat për një listë të përbashkët janë të vogla. Aludime, perceptime mund të ketë apo edhe tentativa për t'u shpjeguar dhe interpretuar kështu. Mendoj që Fatmiri e ka shumë të vështirë të hyjë në listën e LDK-s në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ai përpara se të hyjë në listë e LDK-s mund t'i kthehet PDK-s. Sidoqoftë, takimi sotëm është vetëm bisedë dhe pajtueshmëri për të shkuar në zgjedhje dhe për të mos dhënë vot për vetëvendosjen. Kurti është gjunjëzuar plotësisht. Ai ka pohuar qartë se do të shkojë në zgjedhje pas dështimit të tij dëshpërues, shpreh Burjani. Sipas tij, skenari më i mundshëm mund të jetë krijimi i një koalicioni më të gjerë opozitar. Mund të ketë koalicion pas zgjedhjeve mes LDK-s dhe Nismës, mirëpo unë nuk besoj se Fatmiri do të hyjë në listën e LDK-s për zgjedhje, pra gjasat janë as pak të mundshme duke i njohur atë. Unë mendoj se mund të ketë koalicion LDK, PDK, Nisma që të hyjë në koalicion me një emër, ta zëm koalicioni për shtetin. Kjo mund të ndodhë, por jo edhe hyrja e Fatmirit në listë me deputetet e LDK-s, thekson analisti. Burjani bën me dije gjithashtu se PDK në këtë kontekst mund të mbajë një qëndrim neutral, duke pritur zhvillimet e mëtejshme politike. Marrëveshja që unë e quaj për shtetin mes LDK-s, Nismës dhe PDK-s mund të jetë zgjedhje për ta hequr LVV nga dominimi. PDK-s nuk i intereson shumë një gjë e tillë, nuk ka aty asgjë për ta. Pra PDK-ja është neutrale në këtë temë, duke pasur parasysh se LDK dhe Nisma nuk mund të shkojnë shumë larg PDK-s me vota. VV-ja nuk merret fare me këtë punë, shton Burjani. Sipas analistit, opozita aktuale po kërkon mënyra për të krijuar një boshë të ri politik përballë vetëvendosjes, por ende nuk ka ndonjë strategji të qartë të përbashkët. Kujtojmë se rreth zgjedhjeve të reja, foli dje edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në konferencë për media, Kurti deklaroi se vetëvendosja nuk ka marrë ende ftesë nga presidenti Vjosa Osmani lidhur me mandatarin për formimin e qeverisë së re. Ai ka thënë se sipas kushtetutës, çështja e mandatarit për herën e dytë është në diskrecionin e presidentes, por shtoi se nga zhvillimet e fundit duket se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja në dhjetor.